sa përqend mundesh me e dasht të zakin. Unë e kuptoj me e dasht. Nëse ti e ke bo gabim me e desh, s'ban me desh hiq, me desh robat me desh. Ama me e dasht, e kjo mesele tjetra. Nuk kemi njësi matë se duje 10%, duje 20%. Por, duhet me e dasht atë sa meritan ai. Duhesh me i ditë kufit. Ku janë, edhe nëse je ti që po pyet djalë, edhe nëse je vajzë, se cili ka kufit e vet. Pastaj sa më i devotshëm edhe i sjellshëm edhe besimtar normale afron. Mrena kufive. Nuk kemi thash njësi matë se kaq, por ai nuk e ka vendin për shembull para vllaut. Cilët më dhon për parësi. Po flas në kushte normale, sepse ka raste kur duhet me ik pi vllaut pa lesa larg. Po në kushte normale është gabim domethënë që më u shkrim për të tjerët, edhe në këtë rast edhe te zakin, edhe me harru për shembull vllaun, me harru babën dhe nënën. Për ata që nuk e din, te zak një pjesë e jona këtu e Kosovës ose shumica i thojnë djalit tezës. Mendoj që e dini po sa për kuriozitet e përmenda.